kështu do të fillon të konsumoj, pasi është e vështirë të mbash pushtet kaq gjatë. Ky dje që nuk do ishte një mandat i lehtë i kryeministrit Rama, dhe ajo që ndodhi në Zvërnec ishte thjesht shkëndija e një rebelimi edhe një mlefi të akumuluar, pak kënaqësie të akumuluar. Gjatë fjalës së tij, kryeministri Rama e përmendi disa herë, pra kishte të drejtë në analizën që i bënte disa prej arsyeve që i kanë nxjerrë qytetarët aty. Po të japësh të drejtë qytetarëve, unë nuk besoj se kjo mjafton. Pra, kryeministri thoshte që unë e di që qytetarët aty i kanë nxjerrë arroganca e vetit, i kanë nxjerrë arroganca e zyrtarëve të lartë, mungesa e empatisë, pra, ishte një lloj konstatimi që me sa duket e kishte harruar në të vërtetë që ndodhte, se ndoshta. Jo, unë besoj që kryeministri duhet përveç se të bëjë analizën se çfarë i nxori qytetarët në shesh, duhet bëjë analizën dhe se çfarë e ka ushqyer arrogancën e zyrtarëve të shtetit. Kush e ka ushqyer arrogancën e zyrtarëve në gjithë këto vite? Pra fakti që administrata në përgjithësi, pra ata që duhet jenë në shërbim qytetarëve, nuk janë në shërbim qytetarëve, sepse shihen në shërbim më shumë të partisë në pushtet se sa në shërbim të qytetarëve, atëherë kjo analiza duhet filloj fillimisht nga brenda vetes dhe pastaj jo të shihet administrata si një pjesë e jashtme dhe totalisht si një xhep aneks i asaj që po ndodh, kur në fakt janë zinxhir dhe janë të lidhura tërësisht bashkë. Prandaj them që efekti që ky plan i ri që kryeministri Rama nxjerr është më shumë për të qetësuar zemrat e socialistëve, shumë prej të cilëve kanë qenë sigurisht të zhgënjur nga ajo që ka ndodhur me Partinë Socialiste, dhe ai e ka konstatuar edhe vetë këtë që shumë nga ata që janë në shesh janë socialistë, ndoshta jo antar partie, ndoshta jo të aktivizuar politikisht, po njerëz me bindje të majta që kanë thënë mjaft është mjaft, kupa u mbush dhe po dalim në shesh. Dhe kjo sigurisht e konsumon Partinë Socialiste edhe më shumë.